Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Nuk do ta besoni çfarë do të ndodh sonte në finalen e madhe të Fermës. Ka të bëjë me Arbana Osmanin. Finalja e madhe e Fermës pritet të sjellë jo vetëm shpalljen e fituesit, por edhe disa surpriza të veçanta për publikun. Një prej tyre lidhet pikërisht me moderatoren Arbana Osmani, e cila këtë herë do të shfaqet në një rol krejt ndryshe nga ai që jemi mësuar ta shohim. Lajmi është konfirmuar nga Eduard Grishaj gjatë një interviste ku ai zbuloi se në hapje të spektaklit do të këndojë vet Arbana Osmani. Detajet e performancës nuk janë bërë ende publike, por vetëm fakti që Arbana si moderatore do të ngjitet në skem për të kënduar, ka ngjallur menjëherë kurreshtjet e ndjekësit e formatit. Sipas Eduardit, kjo është vetëm një nga surprizat e rezervuara për mbrëmjen e sotme finale, e cila pritet të jetë mbushur me momente të veçanta, emocione dhe të ftuar special. Tashmë mbetet për të parë se si do të pritet performanca e Arbanës dhe cilat do të jenë surprizat e tjera që produksioni ka përgatitur për natën më të rëndësishme të këtij edicioni.